Me krenari e me bindje të plot, dua të flas edhe për një grua të fortë, të drejtë e me plot vullnet. Dua të flas për kandidatën tonë për presidenten e 6, Vjosa Osmani Sadrio. E kam parë nga afër përkushtimin e saj ndaj Republikës, e kam parë këmbgullin e saj për të mbrojtur Kosovën, e kam parë vendosmërinë e saj për të mbajtur Kosovën gjithmonë në anën e duhur të historisë, në aleancë të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E ka bërë këtë jo me ndonjë interes, por me bindje, sepse vizioni saj është dhe vizioni ynë, është vizion rrugovist i Republikës Kosovës. Prandaj e them me plot mburrje, me plot krenari, me plot zemër e mendje, se Vjosa Osmani si president e Kosovës është zgjidhja e vetme për Republikën tonë. Dhe për fund, gra e burra, vajza e djem, njerëz të mirë të kësaj Republike, ky rrugtim nuk është vetëm politik, është mision historik, mision për të përmbyllur atë që brezat para nesh e nisën me sakrifisë. Mision për të bërë Kosovën jo vetëm shtet pavarur, por shtet fort, jo vetëm shtet njohur, por shtet të respektuar, jo vetëm vend ku mbijetohet, po vend ku jetohet me dignitet. Juftoj për diçka të madhe, shumë më të madhe se sa një vot, juftoj për një zotim se do ta konfirmojmë orientimin tonë perëndimor e Euroatlantik, se do ta mbrojmë miqësinë tonë të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se do ta çojmë Kosovën në NATO e Bashkim Evropian, dhe se bashkë do ta bëjmë këtë Republikë të Kosovës, jo vetëm vendin që e duam, por vendin që e meritojmë fëmijët tonë. Unë jam Lumir Abdigjiku, LDK është shtëpia ime, Republika Kosovës është ëndra që kam, një ëndër për një Kosovë më të bashkuar, më drejtë, më të zhvilluar, më të pasur, më të krenare. Një Kosovë që ecën me alatët e saj, që beson vetvete dhe që nuk e ul kur kokën para askujt. Prandaj sonte le të bashkohemi. Zoti e bekov lidhjen demokratike të Kosovës, Zoti e bekov Kosovën. Ju faleminderit shumë. Si që do rendi në duartrokitjet e mdhaja tuaja, le ta presim, e mirë presim për një fjalë rasti, presidenten e 6 dhe të 7 të Republikës Kosovës, Vjosa Osmani Sadrio. Faleminderit nga zemra. Më të dashur qytetar të vendit tim, të dashur për krahës të lidhjes demokratike të Kosovës këtu në këtë sallë, anë mban Kosovës e në mërgatën tonë. Mërgatë e dashur që sytë dhe zemrën e keni gjithmonë me Kosovën. Të rinj e të reja që votoni për herë të parë. Gra e nana që zgjoheni çdo ditë me frikën që fëmijët tuaj mund të marrin rrugën e mërgimit. Rrugovist të përbetuar. Familje nga e gjithë Kosova.
dashur i Republikës së Kosovës. Po e rinisim këtë rrugë më të bashkuar dhe më të fortë se kur, me besim të pathyeshëm në Zot, me besim në shtet e me besim në familje. Po e nisim duke lidhur besën me njëri tjetrin e duke u betuar para popullit e para Zotit se këtë shtet që e kemi amanet të rrugovës e të dëshmorve nuk do ta lëm që të shkatrohet nga përçarjet, por do ta ndërtojmë edhe më shumë, do ta zhvillojmë edhe më shumë, do ta integrojmë edhe më shumë e do ta mbrojmë edhe më shumë. Po e rinisim këtë rrugë. Po e rinisim këtë rrugë. Po e rinisim këtë rrugë të gjithë së bashku në këtë shtëpi të madhe, nga shtëpia jone e përbashkët, kur ndon mbi supe trashëgimia më e çmuar politike, e cila ka trasuar rrugën e mbijetesës son kombëtare dhe të krijimit të shtetit më të ri të Evropës, Republikës së Kosovës. Po ve vazhdojmë këtë rrugë pikrisht aty ku kishte nisur me 3 postulatet e shejta: liri, pavarësi, demokraci. Dua, qysh në fillim, t'ju them faleminderit. Faleminderit të gjithëve për përzemërsinë, për gjithë mbështetjen dhe dashurinë që na dhatë në këtë rrugtim të bashkimit tonë. Faleminderit që nga veprimtarët dhe aktivistët tonë në çdo fshat, në çdo qytet e në çdo lagje, e deri te kryetari LDK-s Lumir Abdi Xhiku për përkrahjen e madhe që ma dhatë. Me Lumirin, kandidatin ton për kryeministër, dhe me secilin prej jush, jemi bashk në misionin ton për një Kosovë më të fortë e më të pathyeshme. Kosovën që ecën përpara me rinin e saj, Kosovën që askush nuk do të mund t'ja ndalë hapin, Kosovën që na e lan amanet, ata që e bën të mundur që ne të qëndrojmë sot këtu, pa frikë në një republikë të lirë e demokratike. Prandaj kushtrimin tuaj, kthehu në shtëpi, e kam kuptuar si imperativ politik e moral për rikthim të vizioni i Kosovës që nuk kundërtua mbi përçarje, por mbi shtetformim, mbi dinjitet dhe mbi aleancën e pathyeshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me botën demokratike. Prandaj sot, e themi para jush, se jemi përbashk në këtë shtëpi politike për të vazhduar një mision i cili nuk është përfunduar akoma. Duke u bashkuar rreth trashëgimisë së presidentit historik Ibrahim Rugova, e duke riafirmuar se Kosova nuk mund të jetë asnjëherë instrument i kalkulimeve të ngushta politike, sepse është projekt i sakrificës dhe i besimit. Prandaj edhe e kam pranuar këtë përgjegjësi me vendosmëri dhe me vetdijen e plotë se pikrisht ky është momenti për ta kthyer Kosovën në rrugën e saj të natyrshme, të fortë brenda e të respektuar jashtë, të bashkuar për brenda e të palëkundur në miqësinë me aleatët tonë, sepse vetëm kështu Kosova e mban premtimin e saj historik dhe vetëm kështu i mbetet besnike sakrificës së dëshmorëve e martirëve, të cilëve u jemi për jetë mirënjohës.
motra e vlezër, ka njerëz që thonë se rrugovizmi është vetëm histori. Ka njerëz që thonë se rrugovizmi i takon veç të kaluarës. Por unë ju them sonte, rrugovizmi nuk është relikti së kaluarës. Rrugovizmi është ideja më moderne që ka njohur populli shqiptar në historinë e ekzistencës së vet. Prandaj, rrugovizmi i takon së ardhmës, sepse rrugova kuptoj shumë herët diçka që të tjerët akoma nuk e kanë kuptuar. Shteti nuk mbahet me zhurmë me kaos. Shteti mbahet me dije, me aleat, me institucione dhe me dinjitet. Kur të tjerët mendonin vetëm për pushtet, rrugova mendonte për Kosovën në Evropë dhe për miqësinë e përhershme me Amerikën. Kur të tjerët mbillnin frikë, rrugova mbillte shpresë. Kur të tjerët shanin e përçanin, ai ndërtonte miqësi me botën demokratike. Kur të tjerët e përqeshnin e kërcnonin, ai i ofronte, ai i bashkonte dhe ai i bënte pjesë të institucioneve. Dhe sot, sot shikoni për rreth, në një kohë përçarjesh dhe në një kohë arrogance politike, a nuk duket rrugovizmi më aktual se kur? Unë them po të madhe, sepse rrugovizmi është politik me moral, rrugovizmi është shtet me dinjitet, rrugovizmi është Kosovë perëndimore, demokratike dhe krenare. Rrugova asnjëherë nuk ndërtoi kult force, ai ndërtoi kulturë shteti. Në kohën e propagandës, manipulimeve, polarizimit, është pikërisht rrugovizmi që mbetet ideja më e avancuar politike shqiptare që e mbron interesin ton kombëtar. Prandaj, let vinë e t'ju dëgjojnë juve e ta shohin se rrugovizmi jeton fuqishëm, sepse ndërton shtet të fortë pa e humbur njerëzorën dhe demokraci të fortë pa e humbur tolerancën, sepse rrugova nuk na la thjesht një shtet për ta mbrojtur, por na la edhe një mënyrë për ta udhëhequr atë. Sepse sa herë Kosova ka nevojë për urtësi, kthehet te rrugova. Sa herë Kosova ka nevojë për orientim, kthehet te rrugova. Sa herë Kosova ka nevojë për dinjitet shtetëror, kthehet te rrugova. Dhe sa herë Kosova ka nevojë për bashkim, kthehet te lidhja demokratike e Kosovës. Prandaj ngrihuni me krenarin më të madhe në jetë. Ngrihuni me krenari, bashkohuni për Kosovën që nuk përkulet dhe nuk nënshtrohet kurrë. Kjo është e ardhmja. E tani, më lejoni t'ju tregoj se çfarë do t'i takoj të kaluarës. Të kaluarës do t'i takoj politika që nxit vetëm përçarje e urrejtje mes shqiptarëve. Të kaluarës do t'i takoj politika që ndjell frikën e ndërton armiq imagjinar. Të kaluarës do t'i takoj politika që kërkon nënshtrim e jo mendim të lirë. Politika që nuk ngopet kurrë
nga kontrolli total mbi çdo kënd dhe gjithçka. Politika që kundërshtarin e shes si armik e qytetarin thjesht si një vegël. Prandaj, ne do t'ja lëmë së kaluarës politikës që linçon e shon edhe ata që krejt familjen deri edhe fëmijët në djep ja dhan lirisë së Kosovës. Politika që fyen nënat shqiptare, politika që fyen gratë heroina, që fyen aleatët tanë të lirisë e që ndëshkon secilin që mendon ndryshe. Kjo është relikt i së kaluarës dhe ne do ta bëjmë pjesë të së kaluarës duke zgjedhur të ardhmen. Faleminderit. Sot dua të flas me ju që e votuat LDK-n në çdo palë zgjedhje që nga vitet e 90-ta dhe që prisni udhëheqje shteti që nderon këtë trashëgimi. Por po ashtu, dua të flas me ju që mund të jeni zhgënjyer gjatë rrugës e mund ta keni lënë këtë shtëpi politike. Edhe me ju që jeni në mërgat, që dërgoni parat dhe shpresën tuaj çdo muaj dhe meritoni një shtet që ju merr seriozisht gjatë tër vitit e jo vetëm 10 ditë para zgjedhjeve. Dua të flas me ju të rinj që po mendoni largimin nga Kosova, duke ndruar aeroportin si shpëtim, sepse nuk shihni më të ardhme këtu. Në këto zgjedhje, nuk do të zgjedhni thjesht mes partive. Ju do të zgjedhni mes dy mënyrave se si e shohim të nesërmën. Bashkë me ju, ne po punojmë për një Kosovë ku politika flet më shumë për zhvillimin se sa për armiqt e brendshëm. Flet më shumë për shkollat e spitalet se sa për gjuhën e urrejtjes. Flet më shumë për investimet se sa për konfliktet imagjinare. Ka ardhur koha të dalim nga politika e lodhjes kolektive dhe të hyjmë në politikën e ndërtimit kombëtar, aty ku energjia e një populli të tërë nuk harxhohet duke u grindur me botën, por duke fituar vendin që e meriton në botë. Sepse nuk ka asgjë heroike në izolim, nuk ka asgjë patriotike në priçjen e mitësive dhe nuk ka asgjë vizionare në krijimin e krizave pafund. Kosova nuk ka lindur për të qenë peng i krizave pafund. Kosova ka lindur për të qenë histori suksesi. E historia e Kosovës është shumë e qartë. Sa herë ka zgjedhur maturin, ka fituar. Sa herë ka zgjedhur partneritetin, ka fituar. Sa herë ka zgjedhur të ecë me botën demokratike, ka fituar. E ka lider që jetojnë nga kriza, sepse pa krizë e humbin rëndësinë. Dhe ka lider të cilët e bëjnë të kundërtën, e ndërtojnë besimin në shtet. E historia do t'i mbajë në mend vetëm këta të fundit, por vetëm të bashkuar mund t'ja dalim. Historia e jonë e ka dëshmuar një gjë të madhe. Sa herë shqiptarët kanë qenë bashkë rreth një ideali kombëtar, kanë triumfuar. Sepse forca jonë nuk është vetëm të arma apo të numrat, por të uniteti, të besimi dhe të vendosmëria për mos të nënshtruar kur para askujt. Edhe një gjë, Kosova nuk ndërtohet duke bërë ndarje rajonale. Nuk duhet të lejojmë një Kosovë të Prishtinës e një Kosovë të Drenicës, një Kosovë të Dugaxhinit e një Kosovë të Anamoravës, një Kosovë të qytetit e një Kosovë të fshatit, sepse ka vetëm një Kosovë dhe ajo është Republika e Kosovës, e lirë,
e pavarur, sovrane, demokratike dhe ndërtuar mbi sakrificën e herojve, martirëve, intelektualëve vizionar dhe mbështetjes së aleatëve. Dhe kjo republik bëhet e fortë vetëm kur bashkohemi. Kështu e kemi ndërtuar shtetin dhe kështu do ta ndërtojmë edhe të ardhmen. Prandaj, ky bashkim nuk është bashkim kundër dikujt. Ky është bashkim për Kosovën, për familjet e Kosovës, për punëtorët që punojnë me nder, për fëmijët që i rrisim në Kosovë, për gratë që punojnë çdo ditë e kush s'ja u njeh kontributin, për pensionistët që meritojnë dinjitet për angazhimin e tyre jetësor dhe për dinjitetin e shtetit para botës dhe jetë shumë të mirë brenda. Prandaj, mesazhi ynë sot është i thjeshtë, por i fuqishëm. Bashkohu. Bashkohu jo për një parti, jo për një individ. Bashkohu për një Kosovë që dëgjon, punon, zhvillohet dhe ndërton të ardhmen e vet. Sepse rruga e atyre të tjerëve e do qytetarin të lodhur, të zemruar, të përqar, kurse rruga jon e do qytetarin aktiv, të dëgjuar, të respektuar dhe pjesë të vendimit. Ne nuk kërkojmë që njerëzit t'i harrojnë dallimet, kërkojmë që dallimet t'i kthejmë në forcë për vendin, e jo në armë kundër njëri tjetrit. Prandaj, kur ata zgjedhin përçarjen, ne gjithmonë zgjedhim bashkimin. Kur ata zgjedhin zhurmën, ne zgjedhim punën. Kur ata zgjedhin të kaluarën, ne zgjedhim të ardhmen. Ata mund të flasim për kundërshtar, ne do të flasim për qytetar. Ata do të kërkojnë armiq, e ne do të japim zgjidhje. Sepse politika që ndon njerëzit mund të fitojë një ditë, por vetëm politika që bashkon njerëzit mund të fitojë një vend. Prandaj bashkohu është përgjigjja jonë ndaj ndarjes, ndaj politikës që na ka mbajtur shumë gjatë në vendnumrim. Bashkohuni sepse bashkimi është zëri atyre që nuk pranojnë ta shohin Kosovën të molisur nga përçarjet dhe urrejtje. Është thirrje i izolimit. Të ardhmen nga përçarja politike. Dekada të tëra. Ky është momenteve të tilla. Kosova do të ecë përpara si shtet sovran, si aleate strategjike e Amerikës, si antare në NATO dhe si pjesë e familjes evropiane. Ky është përcaktim historik i Republikës sonë dhe këtë përcaktim do ta bëjmë realitet me besimin tuaj. Le ta ndërtojmë një republikë që nuk shihet më si problemi Ballkanit, por si histori suksesi i botës demokratike, sepse historia dhe koha e Kosovës nuk është në të ardhmen e largët. Koha e Kosovës është tani. Me 7 qershor, ne nuk kërkojmë pushtet për të sunduar mbi njerëzit. Ne kërkojmë besimin e njerëzve për ta ngritur Kosovën më lart.
Prandaj, do të zgjidhni shumë qartë, mes kaosit dhe maturisë, mes konfliktit dhe ndërtimit, mes politikës që përçon dhe asaj që bashkon, ne zgjedhim Kosovën që ecën përpara. Ne zgjedhim Kosovën që udhhiqet nga vizioni i Rugovës dhe që nderon sakrificën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ne zgjedhim Kosovën që i jap shpresë të rinjve, Kosovën që nuk jeton nga kriza, por nga puna, Kosovën që respekton aleatët, Kosovën që nuk mban thjesht fjalime për të ardhmen, por e ndërton atë. Dhe si çdo herë në historinë tonë, kur kemi qenë bashk, kemi fituar. Dhe me 7 qershor bashk fitojmë përsëri. Ju ftoj në këtë rrugë, ju ftoj në këtë shtëpi, ju ftoj në këtë republikë. Ju ftoj që ta votoni të vetmen shtëpi politike që e bën realitet këtë vizion, lidhjen demokratike të Kosovës. Bashkohuni qytetarë të dashur për Kosovën që nuk i nënshtrohet frikës, por ecën e pamposhtur me dinjitet, me unitet dhe me shpresë. Rënoft Republika e Kosovës dhe populli i saj, i lirë, i bashkuar, i pamposhtur. Ju falenderoj. Faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë. Dhe tani, e ftoj edhe një herë para jush në skenë, njeriun që e bëri këtë bashkim të mundur dhe që do ta transformoj Republikën e Kosovës me zhvillim e investime, kryetarin Lumir Abdigjiku, që së bashku ta prezantojmë listën e kandidatëve për deputet.